Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takojmë sot ditën e sotme në kanalin ton për të ndarë me ju në fakt një histori, një ADN që është zbardhur nga Vladimir Putin. Në ADN thuhet që Vladimir Putin është nga Kosova. Tani çuditërisht e pabesueshme, por do ta shpjegojmë në detaje se si është zbardhur ky ADN dhe përse dyshohet që Vladimir Putin të jetë nga Kosova, sepse nga raca që ka dalë ai, që nga e njëjta racë që ndodheshka në Kosovë. Le ta lexojmë të gjithë lajmin. ADN-ja e Putinit është zbuluar. Hakerët me porosi të një institucionit shtetëror janë futur në kompjuterin e Mikhail Putin, nipi të presidentit rus. Rezultatet e këtij zbulimi janë dorëzuar gazetës Bild. Do me thënë, hakerët të një institucionit shtetëror janë futur në kompjuterin e nipit të Vladimirit, të Mikhailit, dhe kanë zbuluar ADN-n e Mikhailit në këtë rast, e cila është një ADN e përputhshme normalisht edhe me xhaxhain e vet Vladimirin, dhe këtë zbulimin që ato kanë bërë, ja kanë dhuruar gazetës Bild, një ndër gazetat më të mëdha botërore. Nga frika se dikush mund të zbuloj preardhjen e tij gjenetike dhe dobësitë e mundshme, Vladimir Putin shmang kontaktin fizik me shumicën e mysafirëve të tij. Do me thënë, Vladimir Putin asnjëherë në shumicën e rasteve nuk i ka përshëndetur duke ju dhënë dorën mysafirëve të vet. Ai përdor vetëm filxhan dhe gota që i sjell vet edhe i mbledh pas përdorimit. Do me thënë, e përdor filxhanin dhe gotën që e sjell dhe e merr vet pas përdorimit të tij. Nuk e lejon që për shembull kjo gota, të pitani unë, se lejon ai që të rri mbi këtë tavolinën, sepse mund të merret për një ADN. Madje që nga viti 2017, ai dyshohet se ka punësuar agent që gjatë udhëtimeve të tij jashtë vendit mbledhin jashtëqitjet e tij dhe i kthejnë në Rusi për t'i asgjësuar në mënyrë që askush të mos t'i analizoj ADN-n e tij. Por të gjitha këto masa tani nuk e ndihmojnë më ADN-n e Putinit. ADN-ja është zbuluar. Hakerët me porosi të një institucioni shtetëror janë futur në kompjuterin e Mikhail Putin, nipi të presidentit rus. Rezultatet e këtij zbulimi janë dorëzuar gazetës Bild. Vladimir Putin dhe Mikhail Putin ndajnë një lidhje të drejtpërdrejtë gjenetike. Gjyshërit e Putinit dhe stërgjyshërit e Mikhailit, që do të thotë se ata kanë një përputhje gjenetike prej 6.25%. Për më tepër, të dy ndajnë të njëjtin haplogrup mashkullor Y, pasi kanë një paraardhës të përbashkët në linjën atërore. Ashtu si shumica e antarëve të familjes së Putin, Mikhail Putin ka një punë të rëndësishme dhe të mirëpaguar në kompaninë shtetërore Gazprom, ashtu si dhe djali i tij. Por ajo që bën hakerët ishte vërtet befasuese. Ata zbuluan se nipi i dytë i Putinit kishte bërë një test gjenetik në dhjetor të vitit 2022 në kompaninë ruse Genotech, rezultatet e të cilës i mori në shkurt të vitit 2023. Testi gjenetik i Mikhail Putin zbuloi se Vladimir Putin dhe të gjithë meshkujt e familjes së tij i përkisnin haplogrupit të rrallë EV13, që është i pazakont në Rusi. Ky grup gjenetik ka origjinën në Kosovën e sotme, ku 30% e popullsisë e posedon atë,
në të gjithë Ballkanin, kjo përgjindje është vetëm rreth 15%, ndërsa në Rusi më pak se 5%. Tani pse dyshohet që të jetë nga Kosova? Kuptojeni edhe një herë. Ky grup gjenetik ka origjinën në Kosovën e sotme. Ky grup gjenetik ka origjinën në Kosovën e sotme, ku 30% e popullsisë e posedon atë. 30% e popullsisë në Kosovën e sotme e posedojnë grupin EV13. Në të gjithë Ballkanin, thot, kjo përqindje është rreth 15%, duke hequr Kosovën në të gjithë Ballkanin, dhe në Rusi, thot, më pak se 5%. Tani, bazimi i kësaj që thuhet se Vladimiri është nga Kosova, me origjinë, janë bazuar në këtë ngjarje sepse origjina është në Kosovë dhe 30% e popullatës në Kosovë posedojnë këtë halpo grup, do me thënë EV13, dhe dyshohet që të parëve të Vladimirit të kenë qenë nga Kosova me origjinë. Por ky gjën ka edhe disa pasoja për mbartësit e tij, përfshirë edhe Vladimir dhe Mikhail Putin. Një nga rreziqet kryesore është një predispozit më e lartë për kancer të prostatës. Një studim i vitit 2024 ka treguar një lidhje midis kësaj sëmundje dhe gjenomit të Putinit. Gjithashtu, sipas hakerëve, Mikhail Putin është veçanërisht i prirur ndaj paranojës, por nuk dihet nëse kjo vlen edhe për xhaxhain e tij, Vladimir Putinin. Një detaj tjetër befasues është se sipas një raportimi të Daily Mail, në vitin 2010, edhe Adolf Hitler ishte pjesë e halpo grupit të rrallë EV13, i njohur gjithashtu si E1, B1 dhe B. I bie që dhe Adolf Hitleri, do me thënë të ketë një ngjashmëri të këtill. Është e çuditshme pak si lajm. Fati i keq për të është se nipi i tij i dytë, jo vetëm që u përpoq të mësonte më shumë për prejardhjen e tij gjenetike, por edhe nuk ishte shumë kreativ në zgjedhjen e fjalë kalimit për llogarinë e tij në genotek, duke lehtësuar punën e hakerëve. Do me thënë, kjo është një lajm që në fakt ka tronditur të gjithë shqiptarët. Lajmi po bëhet viral gjithandej, po përflitet shumë, sidomos në TikTok, për këtë histori, që thuhet që, do me thënë, edhe Adolf Hitleri i bika që sipas kësaj gazetës botërore të jetë nga Kosova me origjinë, e çuditshme kjo, edhe për Vladimir Putinin. Dyshohet sepse sipas ekspertëve, ky lloj le të themi grupi ndodhet vetë origjinën e ka në Kosovë dhe 30% e popullatës së Kosovës së sotme posedojnë këtë halpo grup. Hakerët nga një institucion kanë hyrë në kompjuterin e nipit të Vladimir Putinit dhe kanë zbuluar këtë histori. Më shkruani në komente, ju duket e besueshme kjo që është publikuar?